Te ajeti 6, ihdina siratal mustaqim, dhe kjo sirati dhe mustakimi lidhet me punë tona në jetën e përditshme, me kujtu të mirat e Ilahit dhe të udhëzimet e ju namazin e sabahit, jo namazin e akşamit, jo namazin e drekës, këtë çka keni dëgju, janë rana, janë mashtrime, keni qartë, është vështirë mi pranu këto sene. E Kuranit nuk janë. Kuran nuk i kinë Kuran. Edhe keni pastaj ajetin wala takuna awwal kafirin bih. Të mund tani, kur jam shprogramu, mu kanë hapë sytë, së du mu konë qafer. Nuk du me shku në xhehenem. Me çfarë do kushti nuk du me shku në xhehenem. E as nuk du mu konë qafer. Diçka çka nuk konë Kuran, distancohem. Po ka thonë filoni, peka, nuk ku m'intereson, me t'nime nuk bëhët kur gjanë, nuk jam dëshmitar. Dëshmitar jam vetëm i gemave të Kuranit që sot i shoh, dhe jam perfekt edhe me numra. Ja, edhe me idioma janë kod. Ata që e kuptojnë kodin. Se ka shumë njerëz që me Kuran shkojnë në xhehenem. Po në men që ka pjota. Ka shumë që me Kuran përfundojnë në xhehenem. Xhehenemin e dynjas, që kësaj dynjaje, qasaj tjetës nuk e di, po ka shumë që e kuptojnë Kuranin, po mjerisht jam pak besimtar sinqer, që nuk duan me qenë qafira, me mohu me mbulu të vërtetën, se kjo kafere është me mbulu të vërtetën, me mohu të vërtetën se kush je ti. Pra, e keni të ajeti 21 dhe fraza e fundit është fattakun, dhe më thonë fattakun, me qenë paqdashës bëhesh me devotshmëri.